situata ka përndryshuar. Por çfarë prisni të ndryshoj? Pra prisni ndoshta nuk e kanë nxjerr kartën e fundit, asin e mëngë fundit La Civita, apo prisni në reagim nga SBA-ja para 11 majit? Në fundit SBA-ja ka qenë edhe në kohën e Enver Hoxhës, kur ka qenë Enver Hoxha në pushtet. Amerika ka qenë edhe shtetet e tjera edhe janë përpjek me ndryshu sistemi Shqipëri që nga 45-46 se kanë arrit dot pasi kuptohet një sistem diktature. Ajo du me qenë vendimi i votuesve, i atyre njerëzve që përplasën çdo ditë me jetën e tyre aktuale, me trafikun, me shëndetësinë, me mjekësinë, me sigurinë e jetës, me koston e jetesë, me korrupsionin. Ajo du me qenë vendim i atyre njerëzve që jetojnë aty. Normalisht që La Civita, Amerika do bojnë atë punën e vet, po nuk kanë Amerika nuk kanë njerëzit që punojnë sot për sot në administrat aq kohë më morë me Shqipëri me një vend vogël. Merret një person ose dy persona që janë ngarkuar për Ballkanin, gjonat edhe këtu janë me ngut, kështu që tash, sikur të thash, është kohë, çështje kohe edhe nën gata e Berishës, ndoshta se kanë pas atë agjendën për me heq, por fakti që La Civita ka marrë pjesë në fitoren e Trump, nuk është person thjesht se ka biznes, normalisht që ka biznes, po thjesht edhe biznes edhe ka qenë i deleguar, si më thonë, special, ajo dihet se pse ka ardhur, nuk është ai person që mundet me vunat. Ju thoni që është i dërguar special i Trumpit të La Civita? është pjesë e Partisë Republikane. Një person këtu të paktën flas në Amerikë për një që do me ha biznes ose do me bëj diçka të re, e studion përpara se të hyjë. Ai nuk ka ardhur kot rastësisht. Po i marr një shumë parash edhe po shkon në Shqipëri, duke ditë situatën se ku ka qenë opozita për këto 12 vite, se si ka marrë pushtetin e Dirama, se si ka manipulu votat nëpërmes administratës, nëpërmes policisë, nëpërmes drejtësisë, si ka dhënu opozitën shqiptare, si është mundu me nxjerrë jashtë ligji komplet opozitën. Nuk është problemi i nxjerrjes Sali Berishës si person i pa dëshirueshëm ose nxorri Sali Berishën nga partia ose e futi në burg. Ai është përfaqësues i një pjesë të popullit. Atëherë ai ka ignoruar komplet pothush 40% të atij popullit. Kjo është e keqja që amerikanët e shohin. Nuk e shohim si person, si individ. Se individi përfaqëson ata që është kryetari i tyre dhe ata shohin si mas njerëz, nuk e shohin edhe si mas njerëz edhe si lider, por thjesht më shumë ju intereson ajo shumica që dëmtohet nga qeverisja. Kam një pyetje të fundit, bisedën e fundit e kemi pasur pra për ta shtensionuar pak, për ta mbyllur me që është dhe fundjavë, me që kemi dhe finalen e Big Brotherit, kush do fitoj sonte? Ata nuk e di se kush kujt ja japin, po unë besoj që du ta marr ai Gjesti, ndoshta unë kështu e gjykoj, i vetmi show që kam pa për gjitha këto kohë që ka qenë Big Brother, as Kosovë se kam njeh, se s'është formati im, por duke parë atë kisha me thonë pak atë bullizimin që ja bën Gjestit, duke parë vendin se nga erdhi edhe nga Kosova në një ambient ku të gjithë ishin pothuajse shkolluar me diploma, me kështu, në mënyra të folët, në mënyra të gjana, unë besoj që ka bën një lojë shumë mirë. Nuk besoj që doja heqin fitoren nga duart. Po tjetë me dhënë votë unë ja për ato. Është tjetë e gjallë se në Shqipëri, sikur se thash edhe herë në fund, aty janë gjanat që nuk shkojnë me drejtësi. E kjo do të qenë edhe ajo, si me thonë, vendimi kur njerëzit shkojnë me votu me 11 maj, që me mënu 2 herë, se ajo vot do i njeki për 4 vite. Nëse po supozojmë se nëse Partia Socialiste arrin
Edi Rama më morë edhe një mandat katërt, unë të them që Shqipëria, ta them ty të pare që po bëjnë intervistën, duhet me ikë për ati vendit, pasi unë e shoh domon çdo sekond. Unë kësa herë kam qenë shumë, vërtet isha shumë i mërzit, se vetëm kur shikosha nga hoteli sa vingjet, sa ndërtesat, aty të paktën rreth 50.000 banesa se di numrin e saktë që bën sot në Tiranë me njëta rrugë. Vetëm problemi i përditshmërisë i jetës kur ke një makinë, ke një banesë, ke një punë që duhet me shku në punë, trafiku, parkimi janë stres. Ta stresojnë jetën, ta mërzitin jetën. Vetëm edhe sikur me qenë qeveria 100% në funksionim, vetëm kjo që është bo, domethënë të paktën këto 12 vitet e fundit është e patolerueshme. Është e patolerueshme kur ti hyn në Tiranë, domethënë është tmerr se si ballafaqohesh me trafikun, se si ballafaqohesh me parkimin, me tarifa, se s'po flasim për jetën e përditshme, reale, domethënë kosto jetesë, korrupsioni që ti se kryen dot një punë. Ky tash i thot do marr mandatin e katërt. Atëherë, nëse ai popull e gjykon se kjo është normale, t'ja japin votën, ata do e paguajnë çmimin. Jo unë. Unë e paguaj për ndoshta për 2-3 herë që vjen në Shqipëri ose një herë, e kam një mundësi ndoshta ekonomike me më të mirë se sa ato njerëz që jetojnë aty, por problemi është për ata njerëz që jetojnë aty nëse kanë bën me në Shqipëri për fëmijët e tyre dhe fëmijët e fëmijëve. Aty mendon çdo njeri thjesht sot për sot. Nëse ti je biznesmen edhe vazhdon ndërton, qa bën vetëm ja vështëson jetën aty në njerëzve që jetojnë aty. Kështu që njerëzit që shkojnë ke kutia duhet me menduar një 5 herë. E po flasim atjetër nëse Partia Demokratike bashkë me atë koalicionin arrin me kriju qeveri, atëherë edhe ata duhet me ndryshu komplet mënyrën e sistemit, drejtimit e qeverisjes. 100%, nëse nuk arrin me ndryshue, nështë 100% se bojnë dot, po të pak të 90% prej asaj që është bërë këto 12 vitet e fundit, aty është, ta them, është tmerr, pasi çdo gjë duket luks, çdo gjë duket bukur kur e shef nëpër video dhe nëpër fotografi, nëpër restorante, por në vërtet është çdo gjë është për mendimin tim, ndoshta jam i gabuar, çdo gjë duket sikur është s'ka themel, është e kalb. Se ke sigurt as punën, se ke sigurt jetën, se ke sigurt mjekësinë. Unë vetëm kalova ke spitalet, ti shikosh ke spitalet që del. Rama thot para 4 vitesh, para 8 vitesh ajo dhash shëndetësi falas. Po çfarë shëndetësi falas është kur ti pagun gjakun, djesën me shpëtu jetën e fëmijës tonë ose prindve tu ose ti vetëm ke thonë që çdo ditë rropaten mas doktorëve. Çfarë shëndetësi falas? Çfarë siguri ke ti që ke një biznes? Nesër nuk pajtohesh ose nuk e botën ramës që ai biznes nuk do mbyllet nesër. Këto janë gjëra që duhet i shohin njerëzit edhe i prekin çdo ditë. Unë se besoj, s'kam besim që ta vlën balla bëj shtet, kur sot qeveria Ramës është gjysa është në burg, pjesa tjetër të gjithë kanë dalë në përgjimet të huajve, jo shqiptarëve. Se mirë shqiptarëve s'po besojnë, po kanë dalë në telefonata që janë bë, i kanë bë të huaj, me kroçate, me këto faqet e tjera, ku digjon se si kanë ato, por di faktin që aty është qeveri e kalbën, qeveri që bullizon, kur kryeministri një shteti bullizon shumicën e njerëzve, edhe atyre që i kanë parti, edhe atyre i thot qyryk, po a i thot qyryk, po qyryk janë ato gra që e duhet të keqin, se janë popull pa bosht, e shkojnë e votojnë për shembull 12 vite, kur në një vend që mendojnë se ka demokraci, njerëzit vazhdojnë ta bëjnë jetën gabim, atëherë ata veten e paçën qaf. Nuk di çfarë them tjetër. Atë një pjesë që e kuptojnë arrin që ta gjojnë atë metodën më të lehtë
ose matron që t'ikin nga i vend, se nuk e gjojnë veten, thjesht të keni një jetë më të qetë, një jetë më të sigurt për veten edhe për fëmijët e tyre. Por është e dhimbshme kur i shef njerëzit çdo ditë duke ik nga i vend, duke lënë atë vend. Ajo është në vërtet vendi që është vendi jonë, është toka e parëve. Çdo njëri nga ne që kena ik, në vërtet na ikem nuk u përballum, ikem nga fronti, është origjinal si luftë. Kur ndërton një shoqëri drejt e demokratike është luftë e përditshme, luftë me krimin, luftë me drejtësinë, luftë me çdo gjë që është e pa rregull. Ne ikem, e lam frontin, por të paktën me qenë se kena ardhë në një shtet, e në shtetet tjera që ka një demokraci më të mirë, është detyra çdo njëri prej nesh që me ndihmu sa do pak, sa do të kenë mundësi, dikush e ka mundësinë më të madhe, dikush më të vogël, me ndihmu sa do pak vendin tonë, si Shqipërinë, si Kosovën, si shqiptarët e Maqedonisë, ku ka shqiptarë. Kjo është, si me thonë, du me qenë amanet, edhe ka qenë amanet e parëve që mos me harru vendin. Unë mundohem me ato që mundë, me qa di, me ndryshu diçka, por se sa ka përqenë ndryshimi, ato njerëz vetë du të me logjikue, pasi ata jetojnë aty, ne nuk jetojmë aty. Ata përballojnë çdo ditë me situata, me probleme, me jetën e përditshme. Unë nuk e shoh që Shqipëria, pa marrë parasysh kush ka qenë në pushtet, ja ka bë deliver, si thonë ta, nuk ja ka dërzue ato që ka njerëzit kanë kërkuar në vitin 90. Dhe me fillu që nga 92 që Partia Demokratike mori pushtetin, nuk fajsohen ato vite pasi eksperienca dalën nga një shtet komunist, gjithmonë dihet edhe njerëzit që merren me politikë edhe me filozofi thonë që merr kohë. Por ne shqiptarët vërtet mendojmë se arrijmë çdo gjë me një ditë, por sistemi që është ndërtuar atje është një sistem domthonjë i pabarabartë. Ka qenë i pabarabartë në kohën e Enverës, edhe të 35 vite fundit ka qenë i pabarabartë. Të dy palët kanë gabime, por kush ka më shumë dihet, kush ka marrë pushtetin me dhunë në 97-ën, kush ka marrë pushtetin me dhunë 2013-ën, dihet se si e kanë marrë pushtetin. Janë të vërtet, do thosha janë ato bit e atyre që kanë drejtu 50 vitet fundit. Tashit, ke partia a janë të gjithë ke Partia Demokratike që unë e dua, që vinë pushtet, a janë të gjithë me duart pastra, unë do them që jo. Ka edhe aty element që nëse populli flet diçka, si thonë, ku është me zonë së shpagjo, aty ka pas edhe në kohën e PD-s që e kanë zi atë pozite që kanë thonë se kanë arrit me bo edhe ata korupcion. Në vërtet, kur i thu dikuj që është hajdut sa hajdut është, nuk ka lidhje a e merr një vezë apo 10 vezë. Nëse të kanë jap një vezë, e ke marrë një hajdut, je prapë se prapë. Por nëse PD-ja vjen pushtet, këta njerëz duhet me ikë një ditë më para. Nuk duhet me pa as një lloj sikur i është bën në ngrata Antony Blinken nga Trump, edhe këta njerëz duhet me ikë nga PD-ja, 100%. Edhe sikur Partia Demokratike të mbetet me një person prap, si me thonë, unë i kam ato idealet e mia që kam besu, ashtu si që më kanë mësu prindit, domthonjë i kam ato idealet e mia që me qenë i djathtë edhe kapitalist, edhe i drejt. Këta njerëz që i kanë shmon këto nuk duhet me qenë pjesë e pushtetit PD-s. E nëse kjo nuk ndryshon, po flas nëse arrin të marrën pushtetin, atër do ketë pak ndryshim, ndoshta me atë që është deri sot këto 12 vite fund, po jo ndryshim shumë i madh. Ashtu në unë. Tash ca njerëz ndoshta s'u pëlqen, por fakti është në qeveri duhet me pas njerëz të hekurt, drejtësi të hekurt.
tamam sikur ka qenë drejtësia në një vend që funksionon demokracia. Kur gjyqtari, prokurori, polici, blihet, shitet, aty, my friend, nuk ka jetë në vend. Aty drejtësia është e bleme, është e shantazhuar nga pushteti, ka frikë polici se nesër u vendin e punës nëse si zbaton urdhën shefit, që shefi është i korruptuar ose ka shkuar ka pagu shefin me morat pozit, kështu që kërkesa llogarisë aty është zero, se çdo gjë është e bëme me korrupsion, që nga shefi madh deri te vogël. Ti nëse ke hyrë dogon ose nëse ke hyrë shef policie, duhet me pagu një drejtor atje në ministri të ramet për me morat pozit. Thjesht ai po thotë që ti mundesh me vjedh që ti bësh të para që po më jap mua. Ai sistem është ndërtuar. Ky është i Rams, ky është i ministrit, ky është i Belindes, ky është aty nuk ka meritokraci. E nëse kjo nuk bie atëherë nuk di çfarë them, por se nuk e parashikoj shumë gjëra, e kam parashikuar kështu nga ajo e ime si ekonomi, por aty është duhet një ndryshim rrënjësor që nga biznesi, që nga mënyra e qeverisjes, e politikbërjes, çdo gjë. Një sistem që është ndërtuar që nuk e shef asnjë vend botës. Këtë botës shkoj ti, nuk shef njerëz që çdo biznes e bojnë kafe, njerëz në kafe paraditën, kafe masdite, unë habitem se kush e bë punën, kush punon. Si mundën një shtet me funksionu kur këtë popull janë kafe. Nuk arrit dot me kuptuar. Edhe restorantet janë plot, ti pyet njerëzit secili janë kuat, secili ka ankesë, e kur vjen momenti japin votën gabim. Nëse shef edhe Parti Demokratike, edhe nëse një parti edhe më e mirë se partia më e mirë në botë, bë gabime, reago, edhe rrëzohet. Në gjithë botë rrëzohen qeverit. Kur e shohin popullit çohet masivisht kur e shef një padrejtësi. E ke në gjithë botë, por ne jena pak popull, jo pak po shumë biles, popull selfish. Vetjak, me i përkthy në shqip, vetjak, kur thjesht mendojmë për veten, edhe nuk mendojmë për shoqërinë. Është e dhimbshme. Deri në ditën e zgjedhjeve ne të komunikojmë sërish si ka ecur dhe procesi i votimit. Deri atëherë unë falenderoj shumë për bisedën dhe për mendimet që shpalosët. Shumë faleminderit edhe për kohën tuaj, edhe uroj që situata ndryshojë.